mund për 2 minuta me t'i falë Allahu Azza wa Jall gjitha ato gjunahe për 2 minuta. Cili prej neve nuk ka kohë 2 minuta? A kemi kohë 2 minuta? Ne që i kalojmë me 10 minuta të tjerë në gjëra të kota, dhe atë për çdo ditë, edhe në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit, 2 minuta ndaj për Allahun, 3 minuta ndaj për Allahun, dhe çfarë? Dhe thuaj subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Sa? 100 herë. Nëse thua 100 herë, Allahu Azza wa Jall ti pastron, ti shlin, ti fshin gjunahet e kaluara, edhe nëse janë sa shkuma e detit. Subhanallah. Sa ka deti në dunja, sa ka ujë në dunja, sa ka shkum deti, Allahu Azza wa Jall ti pastron me pak mund, me pak angazhim.